Partia Socialiste nuk heq dorë nga objektivi i saj për të marrë mazhorancën në Komisionin e Reformës Territoriale, duke prishur kështu marrëveshjen me opozitën për bashkëdrejtimin e këtij komisioni. Ishte kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, që në përfundim të mbledhjes së grupit në deklaratën për mediat kërcënoi hapur Partinë Demokratike, duke i kujtuar se nëse vijon të bojkotoj punën në Komisionin e Reformës Territoriale, do të gjenë mekanizma zhbllokues në parlament. Që sot në mbledhjen e Komisionit posaçëm të Reformës Administrative Territoriale, jo vetëm deputetët e opozitës të jenë prezent, por të marrin dhe detyrat brenda kompozicionit dhe detyrave të këtij komisioni, në mënyrë që nesër në seancën e kuvendit të mos jemi të detyruar të vendosim mekanizmat zhbllokues të kësaj situate. Si hap i parë, ky mekanizëm zhbllokues do të aplikohet tek Komisioni i posaçëm Reformës Administrative Territoriale nesër. Po unë besoj që do ketë një reflektim. Partia Socialiste kërkon ndryshimin e numrit të antarëve nga 16 në 17 te Komisioni i Reformës Territoriale, ku një antar më shumë do ta kenë vetë socialistët. Komisioni, sipas kërkesës së socialistëve, nuk do të drejtohet më me bashkëkryetar, por me kryetar nga Partia Socialiste dhe një nënkryetar që do t'i përkas Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Taulant Balla mori në mbrojtje dhe vendimin e grupit për të kthyer në zyrë avokatie për Belinda Ballukun, duke u shprehur se Këshilli i Mandateve nuk do të mblidhet derisa gjykata kushtetuese të dalë me një vendim për zëvendës kryeministren Balluku. Sa kohë që Kuvendi i Shqipërisë është pal në gjykatën kushtetuese për këtë çështje, Kuvendi i Shqipërisë duhet presi gjykatën kushtetuese.